Në zonën e Zvirinës në Bashkinë e Maliqit, fermeri Llambi Rapo vijon punën në parcelat e tij me moll, një nga kulturat më të përhapura në këtë zonë. Megjithatë, sfidat për fermerët nuk mungojnë. Sipas Rapos, problemi më i madh mbetet furnizimi me ujë për vaditje, sidomos gjatë periudhave të thata. Një pjesë e sipërfaqes u la se s'kish mundësi vaditje dhe është shkon për leng. Kemi bërë shpenzime pafundme puse. Unë në çdo parcel kam bërë shpime. Fermeri shton se subvencionet ende nuk kanë bërritur tek ata, ndërsa ndihma për naftën bujqësore është e pamjaftueshme për të përballuar kostot në rritje të punimeve bujqësore. Po të flasim tani për subvencionime, ne s'po marrim akoma lekat e naftës. U mbyll viti dhe ne s'po marrim subvencionimin e naftës. Ndërsa për këto subvencionimet që jep shteti, këtu është një burokracie gjallë. Prodhon me kosto shumë të lartë. Fermeri shqiptar prodhon me kosto shumë të lartë dhe ne nuk e konkurrojmë dot rajonin. Që nga plerat, që nga nafta, që nga të tjerat, ka shumë probleme. Një tjetër shqetësim që mbetet mes fermerëve është frika nga importi i mollëve nga jashtë, që mund të ndikojë negativisht në çmimet e tregut vendas dhe të dëmtojë prodhuesit vendas.